Moti i pazakonti kësaj pranvere dëmtoi rënd frutikulturën, veçanërisht qershitë, të cilat nuk dhanë prodhim. Selam Cena nuk e mban mend një situatë të tillë dhe këtë mungesë prodhimi. Në absolute për tek s'ka. Hiç. Ka një sipërfaqe me rreth 50 rrënjë qershi autoktone e me një prodhim që kalonte 2.5 ton. Për mi 2500 kg këto 46 rrënjë që kam pas. Thot se temperaturat e ulta dhe ngricat erdhën në fazën kritike, duke dëmtuar tërësisht jo vetëm qershin, por edhe pemët e tjera. Shinat që kanë ngricat që janë të ardhur të pa shikuar fare, në lulëzim u bën -5 gradë. Ajo ndikoi në formimin e kokrës. Kështu që ra për mi 80% e pa përfillshme është prodhimtaria. Selami thot se efektet e këtij dëmi padyshim ndjehen për çdo fermer. Efekti japin sa dush, sepse nëse do të marrësh 2 milion ose 3 milion, ato i shumëzon bazë me zero, kuptohet vetë. Me 2-3 milion ne për shpenzimet në kukës që kemi kalojmë vitin. Për me jetohë, jo me nuk pretendim shumë këne, po ndikon shumë. Mungesa e prodhimit solli dhe mungesën e këtij fruti në treg, e kur bëhet fjalë për çmimin, Selami lidh me abuzimet që bëjnë tregtarët në tërësi. Shumë abuziv. Për mi 200 lekë, unë nuk mund në mërshit që më vjen. Qish me të thanti, unë marrë atë djersën teme, tash nuk thot kush pse peshet 5.000, ose 15. Ata e ban tregtia, kurse prodhuesi ka shpirtin në flori, prodhuesi. Tregtia, tregtari, ata kanë punë të tyre, ajo është punë e shtetit, punë e rregullatorit, a gjithë mundëm me ful. Se kam për të ful shumë, po nuk mundëm me ful për ata. Duket abuzive. Abuzive, pa diskutim, abuzive. Kostot sigurisht që janë të shumta, por për parcelën e tij ka ruajtur thuajse në një mënyrë natyrale të gjithë parcelës, kjo për shkak të moshës që ka çdo trung qershie. 30 vjet e kemi bën shërbim. Ka qenë 1975. Pasi i bën shërbim, erdhi në rregull në tregji, po vjet e pemës 50-70 vjet qershisë që janë si mosh, ka filluar degradimi edhe tharja. Kemi krasit, kemi hek, kemi thjeshtohet se janë tharë edhe komplet. Si vjetë është një absolute prodhimi në zero, thoja. Kjo është e vjetër, edhe spërkatja ka rreth 20 vjet nuk kam bën. Pse është e mërtme, është vetë bime e tillë kur është bën herët. Kurse këto të sotit duan spërkat 1 herë, 2 herë, 3 herë, edhe 4 herë. Ka kostën e vet. Punimin normal, plerimi normal. Këto ne janë punë tona, i bëjmë ne, po nuk dalim me thënë po bëjmë këtë punë, të janë pa pashme për sinin e jashtëm. Moti i paqëndrueshëm dhe luhatit e ndjeshme të temperaturave kanë ndikuar në të gjitha prodhimet bujqësore, përfshirë edhe të lashat. Për Selamin, por jo vetëm, duket se ka ndryshuar edhe cikli për secilin produkt bujqësor që nga mbjellja deri në vjelje. Temperatura kur bie ndikon, në gjitha ato që janë në rritje e sipër, në farishte normal, edhe nëse kanë filluar njon gjatë ndikon, nëse është kora jo, laksi shiu këto ne bën damet, ndikojnë shumë. Kanë ndeshuar shumë kush e ka kuptuar bujq, se e vjetë ata e kuptojnë, sepse ka avancuar pak pjekja e parakoshme, ka avancuar rreth 2-3 javë ose 1 muaj. Pjekja u bë zakonisht 15 maj, deri me 30 maj. Tash 1 maj ka filluar pjekja. Atë ku ka pas pjekje, e qershive po them. Edhe bimt e tjera kështu kanë avancuar dhe barnat piqen pak më. Edhe groni nëse ka qenë 20 tetor, 20 tash ka avancuar mille edhe në vjetor, piqet më shpejt se bën. Ka avancuar gjithçka. Java 3 e muajit maj nisi me temperatura që zbritën në 5 gradë, duke shoqëruar edhe me reshë dëbore në lartësitë 2000 metra të nivelit të detit, ndër të rradhat periudha me një mot të tillë në verilindje.